Shqiptaro-amerikani Ndriçim Beko renditet I katërti në festivalin botror të skulpturave në Rër. Skulptori shqiptar-amerikan Ndriçim apo Gjimi Beko ka vazhduar të përfaqësojë me dinjitet komunitetin shqiptar në një nga ngjarjet më prestigjioze të artit në Shtetet e Bashkuara, duke renditur në vendin e 4 në Revere Beach International Sand Sculpture Festival 2026, festivali ndërkombëtar I skulpturave në Rër, që bëhet çdo vit në Revere në Massachusetts. Ky festival këtë vit shënoi edicionin e tij të 22, mbledh skulptorë të njohur nga gjithë bota, cilët konkurrojnë për disa ditë të radhës, si duke krijuar vepra gjigande vetëm me Rër dhe ujë. Çdo vit eventi tërheq mijëra vizitorë në plazhin historik të Revere Beach. Ndriçim Beko, I cili prej disa vitesh është pjesë e këtij kompeticioni ndërkombëtar, prezantoi këtë vit veprën e titulluar The Final Countdown, të frymëzuar nga Kupa e Botës FIFA 2026, që u zhvillua në Shtetet e Bashkuara, në Kanada dhe në Meksik. Skulptura paraqiste element simbolik të futbollit botror, duke bashkuar ngjyrat, emocionet dhe frymën e garës. Pavarësisht konkurrencës së fortë me artistë të njohur ndërkombëtar, puna e detajuar dhe mjeshtëria e Bekos u vlerësua lart, duke renditur atë në vendin e 4 mes emrave të njohur të këtij arti. Si edicioni 2026 u shpall Joby Bouchard nga Kanada me skulpturën Odyssey, duke fituar gjithashtu edhe çmimet Sculpture Choice dhe People Choice. Vendin e dytë e zuri Marie Line Gang nga Kanada me veprën Overprotection, ndërsa vendin e tretë e rendit Henneke Supply nga Belgjika me skulpturën Digital Hideout. Për komunitetin shqiptar-amerikan, suksesi I Bekos është një tjetër dëshmi e një talenti shqiptar.